njëherë, Vjosa ka dalë për ati subjekti politik, e kalon kesh LDK-n, e kalon mjaft të rënd LDK-n, pastaj po kthehet sërish, po thotë që është mirë me propozu të njëjtin person i cili ka shulljen demokratike të Kosovës, dhe prap me propozue Vjosa Osmani kjo i bje për inatit të zotit Kurti, ose me bloku Kurtin me thonë që ndash me pranu këto, pranoj ndash jo, ku që askojt, mirë po këto skenat të çuditshme çfarë bëhen dhe ky konfuzitet i çuditshëm që ndodh në politikën kosovare, as në Afrikën e Jugut, as kërkon botë nuk mundet me ndodh gjithë ky obstruksion që bëhet domthonë në variantat më të këqija për shtetin e Kosovës, pa për qytetarët edhe i qesin qytetarët në gjendje të tillë ku partitë politike e kanë kapë shtetin dhe vetë vendosin për shtetin pa e pyet qytetarin. Se qytetari s'e ka pyet më kush, sepse s'ka pasur ndonjëherë pyetje relevante që është bërë qytetarëve apo ndonjë peticion që ka organizuar dikush nga qytetarët me kërku domosdoshmë ndryshim tjetër të gjendjes politike, pra dhe qytetarët janë pasiv, partitë politike kanë kapë shtetin dhe ku që kërkojnë. Pra, unë mendoj që zoti Kurti nuk ka shumë varianta dhe shumë versione, nëse veç e ka seriozisht LDK-ja, që ta paraqet si kandidatur zoni Osmani, atëri bie mirë me pranu. Unë kisha thonë që zoti Kurti duhet ta pranoj çfarë do propozimi që vjen, për shkak se ai është në pozicion të rëndë dhe mund të jetë në pozicion edhe më të rëndë në rast se dështon me zgjedh presidentin e vendit.